Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shenjës së Peshorës. Lexim kogja i bukur, arritje dhe fillime të reja të qëndrueshme në fushën materiale, që nuk do thot patjetër, projekt të punë, investim ose rrugë që sjell rezultate reale. Këshilla të dashur këtu nga kjo letër të dashur peshor është keni tendencë të nënvlerësoni gjërat e vogla, apo mundësi që ju vijnë përpara. Është diçka që mund të rritet sado që është e vogël, nëse ushqen me përkushtim. Fillimi mund të jetë i vogël, por potenciali është shumë i madh. Prandaj keni kujdes. Një gjë e vogël që mund t'ju duket jo fort me rëndësi të madhe, kapeni me dy duar, përqafojeni me dy duar nga që do jetë potenciali madh. 6 të monedhës të dashur, energjia që ke dhënë absolutisht në investimet, të them kështu, dhe merr patjetër. Mund të jesh në një moment ku ke dhënë më shumë, mos e pret të marrësh nga dikush tjetër, në para, në kohë, në çfarëdo që të jetë. Por mos prano arsimetrinë në marrëdhënie. Jep me zemër, por me kujdes që të marrësh në të njëjtën masë. Nëse je duke ndihmuar të tjerët, mos harro dhe veten. Ktu do të thotë çfarëdo që jeni duke keni investuar, dhe është një mundësi e artë që po i vjen përpara, por që sikur është e vogël dhe nuk dua të mirëm fort me të vazhdoj me për të dhënë. Mos harroni veten këtu të dashur, është një mundësi e artë. 7 të shkopive, qëndrim apo qëndrueshmëri, 7 të shkopive është rezistencë, mos u dorzo absolutisht, mos pritni diçka më të madhe, se me të parën bum nuk bën, apo bingo, por që e vogël dhe do jetë një potencial shumë i madh. Mos lësho këtë terren. Nëse e di çfarë do, nuk e nevojë të as të arsyetohesh, as të shpjegohesh. Testoje dhe aty do të shikosh forcën tënde më të madhe, se sa je në gjendje të bësh. Asi i kupës, fillime absolutisht, jo vetëm se kam asin e monedhës dhe kam asin e kupës poshtë, që do thot në të gjitha anët. Asi i monedhës ishte material, kjo është emocional, lidhje re, hapje zemrës, potencial për dashuri, ndjenje të pastra ose në ndjedhje shpirtërore. Lere zemrën të ndjej, lere vetën të shijosh këto gjëra që janë duke të ardhur. Nëse vërtet diçka e re po lind në jetën tënde, një marrëdhënie ose një ndjenjë personale, hapu pa frikë, prite apo përqafoje, siç thash këtu të dashur. Dhe intuitën e ke kogja të theksuar, dhe jo vetëm je duke ditur më shumë se shfaqet jashtë. Në fakt jeni duke skanuar. Përdorini këtë intuitë dhe për veten tënde tani, nga që sikur nuk dëshironi ti shikoni gjërat që janë duke ardhur, apo nuk po i besoni të dashur. Mos kërko përgjigje nga jashtë, ato janë brenda teje. Është e saktë, ki durim, vëzhgo, nga që kjo që është duke të ardhur duhet marr. Është diçka që këshill njëra pas tjetrës të e merrni, pranojeni, është e mirë, qoftë lidhje, qoftë punë, qoftë biznes, qoftë investim, çfarëdo që të jetë, duket e vogël, por që do jetë potencial i madh. Dhe më falni, dhe ja ku është 4 të shkopive, që thotë gëzim, stabilitet, festë, arritje që duhet ndarë me të tjerët. Kjo është letra e harmonisë dhe themeleve të forta. Shijoje rrugtimin tënd të dashur peshor, ke arsye dhe do kesh arsye për të festuar, për të ndarë gëzim, për të ndërtuar një jetë të qëndrueshme. Mos prit gjithçka të jetë perfekte për të festuar, apo mos prit diçka me njëherë të madhe për ta përqafuar. Kjo e vogël, por që do jetë një potencial kogja i madh të dashur peshor.